Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, do të flasim për atë që është cilësuar si samiti diasporës, data 13, 14 dhe 15 prill. Shqiptar nga shumë vende të botës kanë fluturuar drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në atë që qeveria e quan samiti i diasporës. Diçka në fakt bën përshtypje përpos asaj çfarë deklaron kryeministri Rama se sot nuk është më një kumët dëshiror në ajër, po se falë reformave që ai konsideron transformuese që ka kaluar Shqipëria që mbijetonte dje sot ecën përpara dhe përmirësohet. Një pyetje natyrisht e kanë të gjithë qytetarët shqiptarë, si ka mundësi që diaspora mblidhet vetëm në mitingje, samite, net, gala, ndërkohë që nuk e shohim diasporën shqiptare të mobilizohet fuqishëm edhe për problematika dhe shqetësimet që kalon vendi. Qasjet kanë qenë nga më të ndryshmet, ne do ta diskutojmë samitin e diasporës, po jo vetëm, me gazetaren Alba Ali Mehmeti Kepi në lidhje direkte nga Roma. Si një njohëse shumë e mirë në fakt e diasporës. Alba, mirë se vjen. Faleminderit ju për ftesën. Unë ju lexova, Alba, ju e konsideroni më shumë një operacion politik se sa një samit të diasporës. Përse? Është hera e 4 që mblidhet samiti i diasporës dhe për herë të 4 shohim një filtrim të emrave të pjesëmarrësve të gjithë grupeve të interesit që duhet të jenë pjesë e këtij samiti, të cilët bëhen varësi të plotë të interesave të qeverisë. Pra një filtrim emrash dhe të atyre të cilët kanë qenë mjaft kritik ndaj qeverisë. Nuk shohim në atë samit asnjë nga zërat kritik diasporës që gjatë këtyre viteve kanë denoncuar jo vetëm qeverisjen e keqe të kryeministrit Rama, por dhe faktin se ka qenë një nga motivet kryesore që numri i diasporianëve, numri i shqiptarëve të cilët braktisin vendin, janë larguar pikërisht nga kjo qeverisje e keqe. Janë shumë këndvështrime për trajtuar samitin e diasporës. Unë jam pjesë e Unionit Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës dhe mos më lejoni të citoj emrat nderuar të gazetarisë shqiptare në diasporë, siç janë Skënder Buçpapa, Elida Buçpapa, e cila është kryetaria e unionit ton, Genc Burimi, Artan Kutra, Ardian Muraj. Pra jemi një grup gazetarësh që punojmë dhe jetojmë jashtë kufive të Shqipërisë, në Europë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe çfarë po ndodhte, kemi denoncuar mbi 2 javë më parë, kur kemi thirrur në një bisedë mes nesh, të cilën kemi dhe publikuar me kryetaren e grupit parlamentar që merret me çështjet e diasporës, që është deputeti Ajna Zhupa, për të kuptuar më shumë mbi këtë samit dhe për çudinë tonë të jashtëzakonshme dhe fatkeqësisht mediat shqiptare nuk e përcollën lajmin, është se as grupi as komisioni parlamentar i ngritur historikisht për herë të parë brenda Kuvendit të Shqipërisë për të trajtuar çështje të lidhura me diasporën, nuk ishte asnjë informacion se kush do të jenë oratorët e këtij samiti, sa është kosto i këtij samiti, si janë përzgjedhur panelet apo temat qendrore të këtij samiti. Dhe mendoj se kur një komision parlamentar i ngritur enkas për trajtuar çështjet e diasporës nuk ka as minimumin informativ mbi koston mbi të gjitha, pasi gjithçka ka një kosto, por nuk ka as informacion mbi panelet, temat që trajtohen ato, mendoj se jemi vërtet në kufijt e të pabesueshmërisë. Dhe ne kemi dalë me një deklaratë duke denoncuar pikërisht këtë fakt, duke gjetur të papranueshëm. Dhe ndërsa i takon fenomenit të samitit diasporës, mendoj se ky samit është një vërtet jo vetëm operacion politik, por një operacion kirurgjikal i qepur mjaft mirë për të vënë në plate ata emra të cilët i bëjnë komod qeverisë, i bëjnë komod heshtjes, i bëjnë komod një patronazhimi i cili ka kaluar tashmë kufit shqiptar dhe ka mbërritur përtej. Pra ka mbërritur dhe në vendet ku ne jetojmë e punojmë. Kam shumë respekt ndoshta mes atyre të ftuarve ka emra mjaft të rëmirë dhe
të suksesshëm në profesionin e tyre në vende të tjera të botës, por mendoj se nuk kanë informacionin e duhur politik dhe dashuria e madhe që kanë për Shqipërinë, e mbi gjitha mënyrat se si janë edukuar në vend tjetër, jo Shqipëria, i kanë bërë qasjen që të jenë pranë në atë summit. Pasi kuptohet, kur u thret Adheu dhe kur thret qeveria e vendit të origjinës, ata janë aty për të sjellë një eksperiencë të tyre. Por duhet kuptuar dhe shkuar më tej se janë aty dhe për të përdorur si një propagandë e një bashkimi të Shqipërisë për te kufinve nga ata të cilët shkaktuan këtë shpopullim të madh të Shqipërisë. Zonja Kepi, ju me të drejtë flisni për filtrim emrash, nuk ka patur ftesa fare për zëra kritika apo janë refuzuar? Në dijenin tuaj? Në dijenin time, ftesat kanë ardhur dhe mua personalisht më kanë ardhur ftesat janë shpërndar nga selit diplomatike të vendeve ku ne jetojmë dhe punojmë, por padyshim janë ftesa pjesëmarrësish. Nëse unë, tjetri apo zërat kritik do ftoheshin për të qenë aty si orator dhe për trajtuar një temë të rëndësishme që i mungon paneleve të këtij samiti, pra shpopullimi, pse shqiptarët largohen, çfarë ka shtyr mbi 1 milion shqiptar të ikin nga i vend gjatë këtyre 10 vjeçarit fundit, cilat janë motivet, pse Shqipëria nuk merret kaq seriozisht nga ata që ne presim, pra nga diplomacia ndërkombëtare, çfarë nuk i shkon këtij vendi, cilat janë skandalet e atij vendi, sa është e drejtë të censurohet një gazetar, kush është liria e profesionit, e drejta e profesionit. Pra, këto janë çështje të rëndësishme që mua si gazetare më bëjnë të jem përfshirëse në atë summit, por nëse mua më vjen një ftesë pjesëmarrëse për të mbushur një sallë dhe për të dëgjuar propagandën e radhës, padyshim është një ftesë që ja kthej atij që ma ka nisur duke mos e pranuar. Dhe kjo i ka ndodhur, besoj, dhe shumë kolegëve të tjerë, jo vetëm gazetar, profesionistë, ata të cilët e ndjekin her pas here aktualitet, jo her pas here, po janë të kujdesshëm të lexojnë aktualitetin shqiptar, mendoj se nuk kanë rënë në kurthin e këtij makiazhi politik për të mbushur sallën dhe për të dëgjuar ata emra të filtruar që i bëjnë komoditet politikës qeverisë. Kepi, ju ndër të tjera thoni nuk është summit, është mekanizëm ndikimi, një përpjekje për të kanalizuar diasporën në shërbim të një pushteti që nuk jep llogari për arsyen pse ajo diasporë ekziston në këtë përmas. Në çlloj kanalizimi e keni fjalën, ndodh ky mekanizëm ndikimi, pra ku do të arrijë, apo thjesht dhe vetëm ai paketimi i bukur për cilin flisni juve në materialin tuaj, në reagimin tuaj? Ka disa kohë në fakt që ka nisur ky lloj makinacioni, ka nisur qysh në momentin kur kemi parë të ngrihen në vendet ku ne jetojmë dhe punojmë, shoqata, organizma të lidhura me politikën e Partisë Socialiste dhe të qeverisë. Kemi parë të makinacion dhe në momentin e hartimit apo aprovimit të votës dhe diasporës përmes procesit postar. E kemi parë me mënyrën se si u menaxhua vota vota e emigrantëve në një proces absolutisht të manipuluar. E kemi parë dhe në faktin se si në tavolinat e bisedimeve për të folur për ligjin e diasporës, për të folur për mënyrën më të mirë se si emigrantët duhet votojnë, ulën personat të cilët nuk u zgjodhën nga ne, nuk u zgjodhën nga emigrantët, ulën personat të cilët sillnin komoditetin e partisë e qeverisë. Dhe kjo padyshim na bëri të kemi të gjitha ato edhe ta quaj makinacion i cili vijon. Dhe madje mungesa një transparence, pasi mos harrojmë se gjithë kjo që po flasim është një zinxhir makinash institucionale që e organizojnë. Ekziston Këshilli Kombëtar i Diasporës, ekziston ata që quhen koordinator, ekziston shtëpia botuese e diasporës, organet botuese e diasporës, gazeta e diasporës, ekziston një zinxhir, një hallkë gjërë institucione të cilat paguhen
por si paguan, nga kush paguan, si janë zgjedhur këta. Dhe madje në një dokument që unë kam zbardhur vetëm pak ndoshta rreth 2 javë më parë, ndërsa përgatisja të bisedën me deputeten kryetaren e komisionit që merren çështje të diasporës, pra deputeten Zhupa, gjeta një nga dokumentet, një nga verbalet ku shqyrtoheshin pikërisht momenti i mënyrës si votonte diaspora dhe në këtë dokument nëse ky këshill kombëtar i diasporës ka 15 përfaqësues, ky dokument propozonte aprovonte të bëheshin 21. Pra do të thënë 6 antarë më shumë. Të 6 antarë që ishin një kosto dhe më e lartë, qoftë ndoshta mund konsiderohet simbolike me atë aktualitet që është Shqipëri, por gjithmonë një kosto e paguar nga shteti shqiptar, e paguar nga shqiptarët dhe personat të seleksionuar jo nga emigrantët, të zgjedhur sipas komoditetit dhe atij infiltrimi që thash qysh në hyrje. Dhe informacionet që kam, pasi këtë çështje vjoj ta marr për zemër dhe ta kem dhe në fokusin e punës time, është se po vijon një operacion akoma më kirurgjikal i këtij makinacioni të manipulimit diasporës. Pasi po kërkohet të ngrihen në të gjithë vendet ku ka shumicë emigrantë shqiptar, qendra kulturore, të cilat janë mjaft rëndësishme në këndvështrimin tim, por nëse këto qendra ngrihen në pilotimin e Partisë Socialiste dhe qeverisë, padyshim do të kthehen në qendra të cilët do të manovrojnë dhe pilotojnë dhe votën e emigrantëve. Pra, ky proces me këtë samit diaspore do të vijojë dhe në ato që do të shohim më thellë dhe më tej me ngritjen e këtyre qendrave kulturore që duhet edhe kuptojnë që kërkojnë të përshtaten modelit italian, që janë ato institutet e kulturës italiane që janë ngritur në vendet ku ka shumicë të diasporës italiane, me qëllimin për të forcuar gjuhën e Dante Alighieri, gjuhën e tyre, gjuhën italiane, për të forcuar lidhjet mes vendeve. Por mendoj se ajo çka është problematike, alarmuese dhe diskutuese për t'i dhënë diasporës jo vetëm një rol si instrument vote, por të japim një pozicion si instrument demokracie, është të trajtohen, të shtjellohen, të diskutohen dhe analizohen me ekspertë të politikës, me ekspertë, pse jo dhe të huaj, me përfaqësues zëra kritik të diasporës për të kuptuar se çfarë po ndodh me kombin shqiptar. Pse ky kombi shqiptar po të kurret në kufit kaq shumë, duke arritur që të jemi shumë herë më tepër jashtë kufinve dhe të jenë aq pak në Shqipëri. Ne kemi lënë sofrat bosh të dashur Eliana. Ne kemi lënë prindrit tanë vetëm. Janë mijëra shqiptarë të cilët largohen. Se ky samit nuk trajton këtë temë. Se ky samit nuk merr në analizë dhe këtë proces transformues. Kush e detyron shqiptarin të largohet? Kush e detyron familjet tona, prindrit tanë të ngelin vetëm? Është pikërisht një analizë e domosdoshme e këtij momenti. Nëse ne mblidhemi për të duartokitur qeverinë, për të duartokitur suksese që janë vetëm disfata, mendoj se këtu jemi përballë një mashtrimi që nuk dua të jem pjesë. Dhe në fakt, kepi janë një raportesh të institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare që mbështesin atë që thoni ju, jo vetëm shpopullimin e Shqipërisë, por edhe sa i takon kushteve ekonomike deri në mbijetes apo pamjaftueshmëri ushqimore, 1 në 4 apo në 3 pensionistë mban frymën gjallë fal remitancave, por kjo e fundit në gjykimin tuaj e ka zvogluar disi presionin në reagimin ndaj qeverisë? Unë flas ne sepse dhe vetën e quaj pjesë të emigrantëve, kemi qenë burimi kryesor i arkës shqiptare në momentet e krizave më të thella ekonomike, gjatë këtyre 35 viteve tranzicion. Kanë qenë emigrantët që kanë shpëtuar ekonominë atij vendi, kanë qenë emigrantët që kanë shpëtuar konsumin, kanë qenë emigrantët të cilët kanë ndihmuar momentet më dramatike të vendit. Dhe sot emigrantët vijojnë të jenë furnizuesit kryesor të fuqisë konsumit, shportës, gjithçkaje që çon lëviz ekonominë shqiptare. Mendoj se
nuk kanë pasur asnjëherë atë çka duhet të meritojnë respektin nga qeveria shqiptare. Dhe momentalisht këto shifra që ju përcollët janë dhe tregojnë se sa dramatik është kjo situatë dhe sa e shtyr ka qenë dhe ky proces i shpopullimit shqiptar pikërisht nga kjo krizë ekonomike. Por ajo çka prekupon duke shkuar dhe më thellë për të kuptuar se vërtet emigrantët e kanë ndarë atë kuotë të punës së tyre për ndihmuar çdo muaj prindrit, pensionistë, prindrit që janë hall, familjarët që kanë një hall shëndetësor, familjarët që janë po kalojnë moment vështirë ekonomik, dhe kjo është praktika e përditshme e vogël, por që shumë padyshim nëse përkthehet në punën në shumën e përgjithshme që sillet në Shqipëri. Por ajo çka duhet keni dhe kujdes dhe të analizojmë është se po orientohet dhe mënyra se si këta emigrant, diasporian të suksesshëm të ekonomisë në vendet e tyre ku jetojnë e punojnë, por kërkohen të shtyhen dhe të blihen nga qeveria për të transformuar në investitor strategjik. Dhe kjo një farë mënyre sjell një fuqizim apo një nepotizim të personave që janë favorizuar nga qeveria dhe që padyshim do të krijojë një influencë dhe një përkthim në votën e si të 2027, si të 2029, si në të gjithë, si në proces vendor, si në proces në nivel kombëtar. Prandaj ky proces është mjaft kompleks dhe prandaj alarmi që asaj çka po ndodh me këtë samit diaspore dhe me gjithçka që po kërkohet të ristrukturohet në fenomenin e diasporës është një makjazh që i bëhet pikërisht me konceptin e strategjisë që partia në fuqi kërkon të ketë në zgjedhjet vendore 2027 dhe në ato të mëvonshme në zgjedhjet politike. Alba, me atë çfarë kemi ndjekur deri tani edhe nga samiti 4, por edhe nga samitet e mëparshme, duket sikur celebrohet diaspora nëpërmjet arritjeve individuale të shqiptarëve. Cili është roli i qeverisë shqiptare, i shtetit shqiptar në këto arritje individuale të qytetarëve shqiptar të cilët u detyruan të lënë vendin e tyre sepse nuk ju ofronte asnjë mundësi për të emigruar pastaj dhe për të arritur ata që kanë arritur edhe historitë e tyre të suksesit. Flasim për bashkimin e shqiptarëve, po askush nuk flet për bashkimin e fuqisë mendore të Mërgatës, për ruajtjen e gjuhës shqipe, kulturës, etj, etj, etj. Absolutisht zero. Roli i qeverisë shqiptare është vetëm se i detyrohet të largohet. Pse mungon në atë samit një panel për të trajtuar se si mund të kontribohet për të kthyer trurin, për të kthyer të rinj studentë të cilët janë suksesshëm, për të kthyer profesionistë suksesshëm, të cilët jetojnë e punojnë në jashtë kufive dhe për t'i dhënë atyre mundësi të kontribojnë në drejtimin, administrimin, në shtetin shqiptar, në funksionin e gjithçka, e gjithë hallkave. Jo, nuk bëhet një samiti, nuk bëhet një panel i tillë, pasi siç the ti, suksesi personal duan të një person i cili emigrant, i cili ka bërë sakrifica të jashtëzakonshme, i cili fal aftësive të tij ka arritur të gjejë një vend i cili vlerëson meritokracinë dhe nuk vlerëson tesërën e partisë që voton, dhe këtë sukses personal individual e përkthejnë në një sukses qeverisë. Prandaj them që është një mashtrim total. Është një panel i cili trajton çështje për të vënë dhe nxjerrë në pa se kjo qeveri ka arritur suksese dhe kjo qeveri po punon dhe po jep diasporës një koltuk në atë samit, por në të vërtetë është një samit që ka nuancat e një kongresi partie kryer për të bërë makjazhin e radhës një qeverie e cila po kalon momentin më shkatrues të saj, me skandale, me ministra, me dorëheqje, me procese timore të hapura, me gjithçka që kronika e përditshme, ju si redaksi, gjithë gazetarët kolegë Shqipëri përcjellin me shumë vështirësi nga ai aktualitet.
Dhe në fakt, Alba, nëse i referohemi jo vetëm problematikave të publikuara, por natyrisht edhe përvojave personale që kemi me miq familjar që jetojnë jashtë vendit, flasim për shërbime minimale, për shembull të agjencive tona diplomatike në vendet ku jetojnë dhe punojnë, apo edhe për vështirësitë që hasin për të marrë shërbimet këtu në Shqipëri, atëherë kur munden të vinë, por natyrisht edhe fenomeni i burgjeve plot me shqiptar në vende të ndryshme të botës, ku janë artikuluar jo pak fjali në parlamentet respektive të tyre, dhe këto janë çështje tabu që nuk trajtohen fare në samitet të tilla, pra duken probleme inekzistente nga qeveria shqiptare. Edhe kriminaliteti është një tjetër temë tabu që nuk trajtohet. Pse mos ketë në atë samit një temë për trajtuar se pse është rritur kaq shumë kriminaliteti shqiptar për te kufijve? Pse është rritur kaq shumë kriminaliteti i minorenëve shqiptar jashtë kufijve? Pse është rritur kaq shumë numri i emigrantëve shqiptar minoren pa shoqëruar nga prindrit që emigrojnë drejt Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, që emigrojnë drejt vendeve të tjera. Këto janë fenomene dhe probleme madhore në shoqëria si Shqipëria. Pra, të gjitha këto janë tema, jo vetëm tabu, por tema që cilët sjellin një panoram të plot dhe ndihmojnë për t'i dhënë diasporës më shumë elemente dhe më shumë vlerësim në punën që bëjnë. Pasi rritja e kriminalitetit për një emigrant suksesshëm jashtë kufijve është padyshim një çështje që e çon në paragjykim të shoqërisë europiane, të shoqërie tjetër. Dhe ky fenomen ka bazën dhe ka fillesat pikërisht në mungesën e funksionimit të shtetit ligjor, në mungesën e funksionimit të shtetit së drejtës në vendin origjine siç është Shqipëria. Si ka mundësi që zona e Shqipërisë mesme ka një numër më të lartë të minorenëve të pashoqëruar që emigrojnë drejt Italisë, që emigrojnë drejt vendeve europiane e perëndimore. Po jo vetëm. Çfarë ndodh në atë territor? Ndodh fakti se në atë territor ka një, edhe flas për Lushnjën, Fjerin, zonën e Beratit, gjithë atë zonën e fshatrave të këtij territori, të cilët kanë një varfëri ekstreme. Në Itali, numri më i lartë i minorenëve emigrant pashoqëruar ka ardhur nga ajo zonë. Pse nuk trajtohet me sociolog shqiptar suksesshëm në Itali, me sociolog shqiptar suksesshëm në Gjermani, për të kuptuar se çfarë po ndodh me moralin shqiptar, pse nuk trajtohet me ekspert kriminalistikës suksesshëm shqiptar jashtë kufijve të Shqipërisë, çfarë po ndodh me krimin organizuar shqiptar, pse ky fenomen ka kaq fluks të madh informacioni në vendet ku ata jetojnë e punojnë dhe ka një heshtje totale në vendet si Shqipëria. Nuk ka informacion se kush janë ata të cilët pajisin njerëz të skeduar të krimit të organizuar me dokumente të reme në Shqipëri. Ne patëm rastin e kronikës ZES, kur dy vëllezër shqiptar për një krim të kryer në 1999 kishin marrë dokumenta të rreme në Shqipëri dhe prej 20 vitesh gati mbi 20 vite jetonin në Itali, ishin kthyer në sipërmarrë të suksesshëm duke ndërtuar jetën e tyre me dokumenta të rreme. Por çdo gjë ka fillesë në Shqipëri. A kush mban përgjegjësi për lëshimin e këtyre dokumentave, identiteteve të rreme? Të shtrembrosh një identitet është gjëja më skandaloze që një shtet lejon. Pra gjitha këto janë fenomene që hynë në atë samit diaspore, po askush nuk i trajton. Kepi dhe së fundmi do të doja shumë, si njohës e mirë që jeni juve e diasporës duke qenë gazetare dhe pjesë e Unionit Gazetarëve të Diasporës, sa të informuar dhe të interesuar janë diaspora në përgjithësi sa i takon proceseve integruese të vendit në Bashkimin Evropian? Për ata që të cilët kanë lidhje dhe profesionale me vendin, informacioni është absolutisht mjaft profesional, mjaft
i përgatitur, ndjekin ha pasabi gjithçka që po ndodh. Për njerëz të thjeshtë, për migrantë të thjeshtë, familje të thjeshta, të cilët kanë dhe nisin jetën duke punuar nga mëngjesi deri në darkë për të bërë jo vetëm ndërtuar jetën larg vendit atë dhe tyre ku i detyruan të largohen, por dhe për ndihmuar familjarët, prindrit e gjithçka që ka lënë pas në Shqipëri, informacioni është pothuajse mjaft neglizhues. Pasi e përditshme e tyre është të mbjetojnë në një vend i cili është i huaj, në një ekonomi e cila është mjaft e ashpër, pasi duhet gjesh veten, e mbi gjitha në një shoqëri e cila pse mund të jetë shoqëri moderne, perëndimore, vijon të ketë ende paragjykime pikërisht nga ato që trajtuan pak çast më parë, nga rritja e krimit organizuar shqiptar, nga rritja e fenomenit korruptiv, nga rritja e gjithçka që kronika e zezë vendeve ku ne jetojmë punojnë për cilë çdo ditë. Por ka një të mirë, pasi nëse ti je i ndershëm, nëse ti je person i aftë, nëse ti jep kontributin tënd në shoqërinë e një vendi demokratik, perëndimor, ti merr atë që takon. Dhe askush nuk të merr apo nuk të censuron, nuk të lufton, nuk të vë në hije, siç ndodh aktualisht. Ti, unë, të gjithë jemi pjesë e kësaj hije çdo ditë. Është e trisht, po të dhomë shumë, sepse ti ke një tesër e partie që nuk i shkon për shtat dikujt, apo ti nuk ke fare tesër e partie dhe je kritik me një fenomene të cilët nuk i pajton, për shkak se formimi yt nuk ta lejon, dhe për këtë hija, injorimi, censura dhe eliminimi nga ajo çka aftësia, energjia, gjithçka që mund t'japësh në të mirë të atij vendi, shkohet në eliminim total, por mos harrojmë se kjo gjë i bën mirë vetëm atyre që vijojnë të jenë pushtet prej drejt mbylljes mandatit 4, mos harrojmë. Pra, nëse evitohet një zë i lirë, nëse evitohet një zë profesionist i cili sjell një kontribut me vlerë për atë çka është misioni e sistemi apo rëndësia e demokracisë e një vendi ende në tranzicion si Shqipëria, kjo gjë, ky evitim, ky injorim i shkon për shtat vetëm pushtetit në fuqi. Alba Ali Mehmeti Kepi, të falenderoj shumë, jo vetëm për bisedën së bashku, po për gjithë angazhimin tuaj gjithë këto vite në informimin publik korrekt të qytetarëve brenda edhe jashtë vendit. Falenderoj shumë. Faleminderit ju, punë të mbar. Tani, Konica ka një shprehje që thot rasti vetëm kur shqiptarët bëhen bashkë është vetëm kur hedhin valle, që të mos i japim të drejt Konicës edhe në këtë rast, duhet bëhemi bashkë edhe sa i takon problemeve dhe shqetësimeve reale që kalon vendin. Ne u falenderojmë për vëmendjen e kushtuar, bashkë mirupafshim.